Padyshim që dy avokatët në aspekt profesional të sqaruan shumë mirë, sidomos procedurat penale, sepse unë nuk jam jurist dhe sigurisht që çaloj në çështën e fjalë, po ajo që duhet përmend dy elemente të rëndësishme, sidomos në këtë rast me Bedre Shabanin. Partneri i tij, i cili ka shtetase ruse, bashkëshorte e tij, ka pas një biznes të organizimit të rrjetit televiziv. Për cilin partner e keni fjalë? Për cilin partner e keni fjalë? Njëri nga partnerët për cilin nuk mund të themi nuk është i arrestuar, akoma, por për cilin Agjencia e Kosovës për Inteligjencë ka dhe bashkëpunëtor tjerë, Shabani, ta jep detaj. Është një vendas. Në lidhje me këtë çështje. Po thuaja se nga se thu i ndihmon prokuroria se bën vaki nuk e din kush është, edhe sipas nenit 83 kodit procedurës penale prokuroria me thonjën tonë mundet me u hidh në veprim. O shkallëzim po penal publik. Agjencia e Kosovës për Inteligencë prokurorisë i ndihmon. Dëgjoni, ju lutem. Agjencia e Kosovës për Inteligencë ka pranuar në kohë reale një raport informativ ku njëri nga vendasit i cili ka qenë edhe ortak biznesi me Bedre Shabanin, të cilët kanë shtri sistemin e internetit në komunën e Shtrapcës dhe sistemin kabllor televiziv në atë kohë, është shtetas i Republikës Kosovës, në fakt nuk ka pasaport Kosovës të Republikës Kosovës, kishte vetëm atë para luftës, ka jetuar dhe vepruar në fshatin e 1 me Bedre Shabanin. A është serb apo shqiptar? Shqiptar. Është shqiptar, bashkëshortja e tij është ruse, nuk duhet ta dëmtoj sepse ndoshta dhe besoj që është duke u trajtuar dhe i njëjti, këtë duhet dalë, i njëjti pas këtyre veprimeve duket që nuk apo para se të ndodhë arrestimi nuk duket se ka ardhur më në Kosovë,